Mirëmëngjesi, ja ku takohemi sërish me Reze Diellin, është fillimi i javës, është dita e parë e javës, kemi marrë energjitë e duhura për të gatuar dhe për të qenë pra jush do ditë nga ora 9 deri në orën 11. Sot, si çdo të hënë, kemi patjetër dhe rubrikën tonë të përjavshme Bima dhe Shëndeti, ku do të flitet për ne nuk e kemi këtu hithrën, se kemi gatuar në ditët në vazhdim, do t'i gatuajmë përsëri disa receta që të tranaja me hithra, që të byreku, të çaj me hithra, që bëm supa me hithra, por e kemi përdorur në kulinari në kuzhinën tonë dhe e kemi shijuar. Në Bima dhe Shëndetit do të zbulojmë pse kjo hithra që djek dhe pse djek rreth të parë dhe çfarë vlerash ka ajo për shëndetin tonë, duke kombinuar dhe me bimë dhe çajra të tjerë në gjendje të caktuara shëndetësore. Si mbretëresha e bimëve, dhe jo se ja vë unë emrin, ja ka vënë vetë shkenca, ka shumë studime, pse e quajnë hithrën në maj të gjitha bimëve të tjera. Klasifikimin e parë. Nuk klasifikimin, si ne. Po. Ti çfarë do na gatuar sot? Unë do gatuaj disa kërpudha të mbushura. Super. Proteina, normalisht vetëm bimore. bishtaja, vetëm do dalim edhe çik për te bishtajave, sepse kemi nevojë edhe për kërpudhat. Dhe nuk është kërpudha gatimi tanishëm, apo një gatim që ka hyrë tani për shembull mbas erës së re, jo, ka qenë gjithmonë. Historikisht dhe normalisht ka qenë gjithmonë një dilemë njerëzit që nuk njihnin kërpudhat nga kërpudhat helmuese. Unë në fakt kam takuar një zonjë para ca javësh, e cila kishte mbledhur kërpudha në një zonë të caktuar, të Gramshit, dhe ajo e kishte të përvitshme këtë mbledhje. Vinte ky sezoni dhe i dallonte, i vendoste në vëngrirje pastaj frigorifer dhe i gatuante, i njifte. Pra, ka njerëz që njohin kërpudhën jo helmuese nga ajo tjetra, nga lloji tjetër që në fakt është pak e guximshme, për këdo që shkon në natyrë dhe mbledh kërpudha, duhet ta njohësh shumë mirë dhe duhet të dish se çfarë të mbledhësh. Gjithsesi ne i kemi bler, nuk i kemi gjetur në natyrë, duke qenë se nuk kemi të zonjat për të zgjedhur dhe për të pikasur kërpudhat që janë të ngrënshme. Unë paktën personalisht nuk i dalloj dot. Dhe kam frikë që t'i zgjedh. Po normalisht edhe unë. Po më bëri përshtypje zonja, se kishte vite që i pëlqente shumë të i mblidhte vetë kërpudhat. Sidomos në ditët e lagështa. Dhe për mbledhjen e këtyre kërpudhave, sidomos të tartufit, se tartufi është vetë një kërpudhë, duhet kesh disa zagar që janë tamam për këtë punë. Që nuhasin mirë? Që ka një nuhatje tepër të veçantë. Dhe jo më kot, më duket se atëre ka dalë, o do marrë çiftin e do dalë për gjatë, jaman shoko, more jaman. E qifteja. Në ditët e sotme ka tjetër kuptim, gjithsesi e pranojmë të zagarit të gjejë kërpudhat përveç gjahut. Nuk e di, duhet të jetë do një lloj veçantë. Ma pas të hanë, e kupton që jam aq e shplodhur nga e djela, sa që më mungon me akumulimi i energjisë. Tani ti po i pastron, po a heq fletëzat? Unë po i pastroj. Do kemi një kujdes që asnjëherë kërpudhën nuk e marrim dhe e lajm asnjëherë. Sepse aty është direkt që është qëllimi i mykut. I lëm të tilla dhe kur ne duam t'i përdorim, heqim lëkurën, sidomos tek mbushja, dhe pastrojmë zonën që është e gjitha e mbuluar me nuk kujtove diçka tjetër për orën. Me ato fletëzat që ka kërpudha. Që ka si për zamonik. Po, si petëzat të holla. Në doni ta dini ju. A i sa më nga shpun kjo për para, edhe mos e shikoni kështë të urtë, nuk është kështu, ja. Dalu pastaj. Atere pastrojt e gjithë zonë. Po një shkrep se duhet tani, jo të dyja. Vazhdoj unë me këtë pjesën. Kjo nuk ishte lidhje me orën, no? Që ma le këtë pjesën. Atere, po i pastrojnë fletëzat, sepse na duhet edhe kjo përmbushjen, por edhe krijohet një vend më i madh për të. Atere, këtu kam mishin e grirë. Tu kam bishtat e kërpudhave, se ku do t'i çoj? Marrë një qep. Që në këtë mënyrë tregojmë edhe... Ja, edhe direkt të produktet. Produktet, përbërësit e recetës së kërpudhave të mbushura. Tek qepa, do të shtoj edhe hudhrën. Ka shumë lloje kërpudhash. Edhe hudhrën. Një mbyllje. Dale. Bëj
të gjitha i shtoj në masën e mishit të grirë që unë kam. Për një tepsi, për një tavë më të madhe, juve ju duhet ndiku të 23 kërpudha, normalisht. I ke numëruar mi? Po, edhe ju duhet diku të 700 gram mish i grirë. Mua nuk më duhet një gjë e tillë, por më duhet të kem masën e kripës, normalisht e tentojmë me pak dhe më pas piper, rigon, kumin. Kjo më duhet e gjitha. Më duhet speci... Kumini, si pas një studimi të fundit, kumini, si pas një studimi të fundit ishte erza që mban top listë, me që nëse kemi një strukë shumë renditje. Ja kalonte edhe turmerikut, ma ati edhe gingerit. Një nga produktet që ne kemi folur vazhdimisht, që është shumë i mirë për inflamacionet e trupit e merat dhe merat, ndërsa kumini, studimi fundit e ka renditur të parin, për të gjitha vlerat, dhe që si të flasim një moment tjetër se përse është në vend të parë. Ndaj, ku e përdorim ndryshë? Në gatim është gjëja e parë që ne mund t'i zëmë vend për të marrë gjitha këto vlera. Ishte kumini, nëse bëjmë të renditjen e top listës së erzave, si pas elementve që përmbajnë dhe fuqis që kam për të luftuar gjendje të caktuara, sëmundje të caktuara në organizëm. Edhe kërpudhat luftojnë, ka disa kërpudhat cilat janë kundër depresionit. Shitake, rejshi, që janë dhe në gjendje të thatë, që përdoren ashtu si që janë ose në formën e çajit, që janë të fletzat të tholla, që edhe përdoren jo vetëm në gatim, por edhe në luftim dhe kombinim me produkte të tjera. Kështu që prandaj themin e ushqimi është ilaç. Sepse prej ushqimit marrim këto vlera element të cilët na ndihmojnë për situata, jo vetëm të ushqejmë trupin, por edhe ta shërojmë atë. Pra, shiko, ka zënë brumin. Pra, si që thash, më duhen kërpudhat. E para gjë, më duhet qepa, më duhet hudhra, mishi i grirë, kripa, piperi, rigoni, kumin, piper i kuq. Normalisht në shtojcat, unë vendos. Të duhet kjo mushja se të mora këtë janësh? Jo, nuk më duhet. Më duhet salsa edhe një domate. Mund keni dhe domate qeri, ose domatina, ose domate qërshi, si të doni ju. Në shtojcat që mua më pëlqenë vërtet të bëj, unë kam pak kanel, karajfil edhe piperin, kokër. Unë e thash të bluar, ju e keni kokër. Marë... Po që më ke bërë kështu, njëra ishte thyrë. Mora tha ca vezë dhe me qëlluana shumë të thyra me qëlluan. Ska që, nuk ka problem. E të mushja e vendosim atë pjesën, se nuk na umbet. Jo, se nuk do të avem atje, tashi, atë gabimin tatë ma e vetë. A këto që do t'i bësh këto? Fletëzat. Ato nuk i dua. Nuk i do fare? Ato do t'i thaj. Okej, shumë. Atëherë. I përdorim si pluhur. Po. Vendos masën e qofteve. Se nuk t'i nëzë të gjitha tavat, e kjo të psi o t'i bësh. Një dy do t'i heqesh dhe vetë. Pa tjetër. Pa tjetër. Pra mbushja? Bledh. E pa që unë nuk kam shtuar vezë. As vezë, as bukë, sepse kam pjesën e kërpudhave, bishën e kërpudhave që kam vendosur brënda. Ja, dhe këtë këtu, më po të lumë shënduar të gjo. E disë është puna, dikur të vjetë këtë thoshin, të më gjitha falin gomarin, për të shosh edhe nga dhëmbët. Tjetër edhe të bëmë punë, edhe ajde. Ja të shofim dhe njerë, ato që ka përmban lista e përbërësve të kërpudhave të mbushura, janë pa fund mundësit për t'i mbushur, mjafton që ti përfshini në kuzhinë, të zgjidhni ato të preferuar, atja dhe ato të voglat, portobello gjithashtu, disa lloje më të zakonshme, që themin ato të bardha, ato të errëtat. Përmbushja apo përgatimet të tjera. Përmbushja këto të mëdhaja. Merrni një vasket, keni mish të grirë në recetë, qep, hudhër, krip, piper i zi, kumin mos harroni, rigon, speci kuq pluhur, speci kuq i grirë, salt speci dhe një lugë gjelle gjalp. Në përgjithësi mamat tona janë mësuar me disa erza të zakonshme, krip, piper, energjik, pra këto përzierjet me kripën. Më të zakonshme që janë energjik, piper i zi, piper i kuq dhe rigon. Jo, unë nuk jam dakord me këtë gjë, tashi,
Nuk jam dakord. Do të zgjerojmë pak të horizontin e erzave. Atëherë letrim ne me shprit prej qërpici, që i kishim dikur me caraca, edhe mos shkojmë në pallatet e reja, kështu është kjo gjë. Dgjoj, në ditët që kanë ardhur, ku ta gjesh një... A unë thalë të ato të dibushme, pa të shilëri ato. Me gjithë të qelgërvishte, me thënë drejtën. Ja. S'ke mundësi, tha, si del pra dhe rusht, prandaj të duhet... I mbushe me këtë masën e brumit. E shikon që ndoshta nuk do na i nxërë të gjitha? Ama o zotë salua i mund që të më duhen gjitha, o zotë i ma. Do bëjt pa mundurën që të më dali. Do ndrojmë tavën dhe ja. Në nxërë të gjitha kërputat? Jo, jo, ja, urdhëro. Urdhëro që na, ja, të gjitha i vendosa. Ja, nga i nati jotë, ja, urdhëro. E një në mes edhe? Jo, nuk du në mes, këtu, të kjo. Do të vendosim këtë salcën, që mos në thahen. Tani këtë këtu, do t'i bëjmë një kolpo, sepse, pa e mban edhe, ja. Shumë në rregull. Këtu tash, shumë mirë. Do t'i vendosim tani për t'u pjekur. Ja, vendos edhe këtë këtu. Por ndërkohë. Pa i largoj. A t'i laj pak sa duart. Kjo është pamja e parë, derisa të vendoset në furrë për t'u pjekur, e recetës së kërpudhave të tilla në këtë formë me mishin e grirë. Vi këtu. Vendos. Nëse të kisha domate e qershi, nuk do më... është dhe me ëmbël dhe nuk i shkon vendosja e gozhëve të karafilit. Të këshu unë i vendos të treja këto këtu. Sa të lëshoj një prekje me shkopin e kanellës. Piperin e zi. Të gjitha i largoj. Marë pranë vetes. Tani, me thonë të drejtën... Salcën e holluar. Kemi holluar pak sa salcën e domates. Unë do ati bëj... Do ati shkoj shies deri në fund, do ati shkoj shies. Shtoj. Pakës pema këtu. Por për t'i dhënë atë shien e veçantë, shikon që unë e kam konsumuar që të gjithën. Me brusketa. Sepse? E preferuar. Ja. Pra, ka disa përdorime kjo përzierja e pemës, si salcë, si bashkuese, do të thënë që ja jep ekstra shije salcave tona, gatimeve të ndryshme, por edhe kështu si që është me avjarin e përgatitur, vendosur në kavanos, qelqi. Gjithë masën e... Me spes të kuq të pjekur, me patlıxhan të pjekur, vaj ulliri dhe padyshim për një avjar që do të përmirësoj ato shijet e brusketave tuaja, qoftë edhe duke i bashkuar me fërgesën, me specat të pjekura të tjera ekstra, tek salcat e kuqe, duke e bashkuar dhe duke i përmirësuar shijen sepse ka perime. Dhe ndihet ajo aroma e gatimit e ngrohtë. Pakës piper, pakës krip, dhe pse shija kryesore është sepse ka pjesa e ajvarit i gjitha. Furrën e kemi para ngrohur. Shiko, pra në qoftë se do shtoja vetëm salcën, ose mund ta lëvëm kështu, do ishte pak si e pa plotësuar. Super, pra edhe i zbut. Tani që dua unë, normalisht, ja, i lëviz të, se s'është se më prishtë një punë. Që të lyen nga të gjitha anët. Bukur fort edhe pjesën tjetër. Do t'ullet volumi, pa tjetër, se do të piqen edhe do të mblidhet sasia. Pa lache, që mos me ndoni se... Nuk mjaftoj salca, por është e dukura. Kaq. Do duket akoma me bukur edhe kur të piqet, aroma do të jenë të forta, shpërthyese dhe shumë provokuese. Direkte në furrë! Për mesazhin promocional nga Prostatol dhe rikthehemi me recetën e dytë. E kulaçit. E kulaçin. Mirë, sa rikthyet, vazhdojmë tani të përgatisim një tjetër recet, po aq tradicional, aq të shishëm dhe me atë shijen e ngrohtë, aromën e ngrohtë që vjen kur përgatisim kulaçin në shtëpitë tona, gjithmonë kur sjellim kulaç, e shoqërojmë atë jo me djath, me kos,
me tushit që janë tipike karakteristike të kësaj periudhe. E kam recetën tjetër. E ke në strevecat tushi. Atëherë, lexojmë një produkte që na duhet për përgatitjen e një kulaçi me sodë. Ju duhet miell gruri, 500 gram, një lugë çaji sodë, një lugë çaji krip, një gotë kos ose qumësht të thartuar, 2-3 lugë gjelle vaj ulliri ose gjalp të shkrir. Pak produkte, kulaçi konsumohet i ngrohtë, thyet me duar, nuk prihet me thik, këto janë rregullat e përgjithshme përpara se ta gatuani. Dhe vetëm kulaçi gjithmonë do një taftë rumbullakët, por ja, unë këtu për i thy rregullat, do ta bëj te kjo. Po kjo syntet e rregullat tona. Ne e kemi tavën e rumbullakët, po ti fiksohesh me këto transparente se do të shikosh pjekjen, ngjyrën që do të marri. Se ato rumbullakën e kemi nga ato të aluminit. Si s'la asnjë zbuluar më nxjerr gjithmonë. Çfarë thamë ne tek tasi tani, me gjithë fjalët? Direkt, ja. Çfarë mendon ti se do të shkoj fjalës tënde dhe dëshirës tënde? O, vaj. Më duhet 3. Këtu, të shëtë një qiku zëmë këtu tani dhe ja. Pak vaj nga pema jonë, pra nga pema që është marka më e re e vajit ulliri, duke u përpjekur të sjellë një vaj cilësor, me shije dhe me aromë fantastike nga ullinët e jugut, punuar mbledhur në mënyrë natyral, mbledhur me duar, përpunuar në mënyrë natyrale, duke na sjellë dhe duke mbajtur aty të gjitha vlerat që i duhen një vaj cilësor dhe me shije të mirë, me aromë të mirë, që na kënaqë vetëm tryezat tona, por mbi të gjitha edhe shëndetin tonë. Kjo është e rëndësishme. Sodën, kosin, vajin, sodën, edhe kripën. Ja. Duhet razohen këto të gjitha një herë. Derisa kjo masa të bëhet, edhe po që masa e tillë nuk ka nevojë. Ne ke matur, ti këtu ke 500 gram, se ke hapur të them të drejtën, pakon e re të miellit tonë. Mund të ketë nevojë pak më shumë e pak më pak, por nuk është po më prish punë, por ka dhe një gjë. Do të ishte edhe pak zgjalp. Do të thotë, pra kur një femër i duken rrudhat, do të thotë që e ka jetuar. Dhe kur një pako gjalpi, që është e tillë, do të thotë që është gatuar. Por që sot me askur s'po do të tregoj që ka jetuar, se po i luftojnë rrudhat në një farë mënyre, me të gjitha format e mundshme. Por kombinimi më i mirë, i gjalpit dhe i vajt ju kam thënë që është këtu. Është super, 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 super. E përzijej. E shtojmë mielin. Fillimisht do ta trazojmë kështu me lugë dhe më pas do të... Mua më duhet më tepër kos, normalisht që e kam kosin, mos u shqetësoni fare. Ja legojmë që këtu se dua më. Opa, vetëm atë olë masi u këtu se e dua. Të duhet përpunosh. Bravo, se më shkon dhe me talierën këtu, ja. Një përzierje të mirë. Ma brumi të. Ma... Më shto, thot. Ne e nisim javën gjithmonë edhe jemi pak tradicional të kjo pjesa të niset java, do në qik miell, do në qik punim brumi. Qofë për të hapur petët, qofë për të punuar në qik brumin, se na shkon me ditën, me javën. Dhe pastaj kalojmë tek recetat që përmbledhin më shumë perime, kur përfshien paga shumë perimet e sezonit, punojmë me një menu javore që të na përfshien të gjitha në ditët tona. Pa dyshim që ju nuk zgjidhni t'i gatuani brenda ditës recetat që ne sjellim, por i keni në atë listën tuaj të kuzhinës. Ngjeshet mirë, sepse duhet të punohet mirë brumi, të lidhen mirë për bërësit. Kulaçi do miell gruri, jo miell misri. Po, pa tjetër. Kur bëjmë bukën e misrit, të tregojmë pastaj. Por, kur bëjmë atë gjelin, normalisht që kalon dhe buka e misrit. Dolm, me gjel. Mua sërish më pëlqen me kulaçin e tillë. Shiko sa shpejt që zihet. Nëse të gjithë përbërësit janë të duhur, janë cilësor, është i ambientit, asgjë nuk të shqetëson. Pak më shqetëson tava, nëse më duket i qik me madhe, pa hajde, sepse është soda që do ngri volumin. As kjo nuk është për të shqetësuar.
Shiko, ajo mund të marrë dhe formën e tavës, por ne du t'japim atë formë e rumbullakë dhe pastaj do të fryet, do të vendoset në furrë për të pjekur, kështu që mos të shqetëso. E bëm edhe për të dukur bukur në ekran. Do një punim shumë të mirë, aq sa rënja e tillë duhet të jetë. Sa më shumë të punohet, aq më i shishëm del. Dhe më thëmë ti nuk është se e hodhe se po luaj të përplasjen, në? Shiko, si del. Del, ja. Një brum elastik, një brum që nuk në gjitet në dorë, nuk duhet i fort, e që aska. Gjithë fal produkteve që në kemi. Dhe unë gjithmonë them, dhe jemi mirë njohës, ndaj sponsorave që na mendojnë. Shiko, një aroma e sodës pa tjetër dhe i gjalpit dhe vajt. Atëherë... Po zgjodhe të punosh me më të mirët, sigurisht që kjo është në favor të recetës, kuzhinës. E vendosim tani të pushoj pak. Pra, nuk shtoj. Vendoset në furrë. Miell. Ja, okej, në gjeshim, sigurisht që dënë marri pak fryrje. Pa tjetër që po. Dhe mua më pëlqen ajo pjekja, aroma e mirë që vjen në kulaç i pjekur, në furrë. Ja, ku e kemi? Ideale do ishte në një sobë druri, por që ajca e ke mundësit. Të shi. Aty. Bukur, tani. Bëj. Bëjmë disa çpime mbi brum. Edhe për bukuri, por edhe për t'i dhënë atë idenë e kulaçit. Që është në rregull? 200. Në 200 gradë. Me leje mësuese ta çojë te vendi? Çojë te vendi, sepse ne do të shkëputemi për reklama, është momenti i bashkëpunëtorëve tanë, i partnerëve tanë. Rikthehemi, 2 tavat i vendosëm, punën e kemi vënë në terezi, kemi bërë kebab me kërpudha, përgatitëm edhe kulaçin. Edhe një sallatë me patate, edhe na shkon me të dyja recetat. Me të dyja dhe me të treja, si të duash ti. Duket se janë menduar mirë për të kombinuar në një tryezë. Ka publicitet, rikthehemi shpejt. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të hapësirës së gatimit për ditën e sotme. Do të përgatisim tani një sallatë, por jo më tepër se sa një sallatë është një vakt i shëndetshëm, sepse e para jo vetëm që ka tushit, probiotik që pasurojnë florën tonë të zorëve, probiotik nga pema, por edhe patatet gjithashtu që kanë vlerën e tyre, veza me proteinat e veta, qepa e kuqe, ja prit se... E prer. Ja këtu. Për qepën e kuqe dhe për vlerat e saj, që kemi folur vazhdimisht si... Një qep të shtoj. Pra, qepa e prer holl. Prebiotik dhe probiotik në të njëjtën vend. Nga qepa, nga tushit. Patatet i ke zjerë. I kam zjerë patatet dhe i kam vendosur të mëdha, në prerje të mëdha, në gjysmë hën, po të mëdha. Ja ti tregojmë edhe një herë, jo edhe një herë, por era e parë që po i tregojmë për këtë recetë, për bërësit e sallatës, me patate të zjera. Kemi mësuar me atë sallatën e zakonshme, vetëm me patate, por duhet të shtojmë dhe ca elemente të tjerë ta bëjmë më të shijshme. 4-5 patate mesatare, një qepë kuqe, 2-3 lugë vaj ulliri, një lugë uthull ose limon, krip dhe piper për shije, dhe pastaj ne kemi vënë në klapa opsionale, por provojni sa të mira që dalin, me kastravet turshi, ose spec të kuq, ose të dyja, shtojni dhe vezë dhe bëni një vak më të plot që t'ju mbaj më shumë, ullin të zinj, majdanoz. Me ke pjekur këtë specin, Të them të drejtën, ka kaluar e pash në letër alumini, e më shtolla, i dash pak fare një tiganisje shumë të lehtë, sepse nuk do hapja furën për një gjë, normalisht, me do dhe xhepi, nuk është se... Dhe e më shtolla me letër alumini me pak ujë. Dhe kam këtë... Super. Na dhe një ide shumë të mirë tani për darkën ose për drekën. Shtojmë vezën dhe këto të dyja është tamam për një vak të plot, që ka... E pres.
në ripa. Opa, gjithë e vëndi dhe ja. Pra duhet mishtor, por nuk duhet që të piqet edhe shumë, sepse i hikën shia dhe prandaj vendosa që ta kaloja. Sa të lëshoja atë aromën? Po. Karakteristike të... Dhe normalisht perimet, të gjitha perimet, kërkojnë që të kenë atë shien, atë fortësinë e duhur. As të forta që të kërcasi, por normalisht edhe e but fare nuk duhet. Po. Një vezë, e kemi zier, një vezë ovital. E përshtasim me format... Si doni ju, s'ka problem fare. Fare s'ka problem. Foptojmë, po. Pjesën tjetër do t'a lë sipër për dekor. Normalisht kam ullint. Ullint i kam e bërtham. Janë ato ullint që ne i bëm vetë, i qaj me gurë dhe i kemi. Po, i ndërtojmë. Ja, të tillat janë. Mua pëlqena i ndërtimi që bëhet ai klasiku presh, vaj liri, paprigon edhe limon po me copza. Kemi kohën e këtyre kemi tani, gjë që i shfrytëzojmë për salca e kudo, një salcë me ullinj apo në të mbushura, në panine të mbushura, në sallata. Ja. Ka plot mënyra për t'i përfshirë. I coptoj pak sa, po të doni ju, në qoftë se nuk do keni uthullën, shtohet ara. Ja, opa, tani këtu. Marim edhe kastravecët të shqip, plotë për plotë të mbushur me probiotika, vitaminë C, a shërbejnë shumë mirë për tretjen, për pasurimin e florës ozorëve, bakterie të mira, dhe kjo vjen falë fermentimit të tyre. Dhe ja kështu mund të marim vlera, jo vetëm përmes turshive nga kastravecat, si që ndojshëm edhe materialin, por për dyshim edhe nga shoqëruesit për elementet e tjerë që japin jo vetëm shije gatimit, por mbi të gjitha edhe një shëndet të mirë. Shtoj. Të përgatisim atë dresingun që temi ose salcën. Tani uthulla, nuk do të shtoja që mas uthull. E di pse? Ja. Ka aty brënda të kavanozi i turshive pak, i jep edhe në qik lezet edhe shije. Nuk kanë atë shien e fort të kripur. Të gjitha. Është kujdesur pema edhe për personat cilët mund të kemë probleme me shëndetin. Të gjithë, nëse të projnë kujdes, ka problem, do vi njerës. Do vi njerë, mama, për njerës jemi plot. Plot jemi për njerës. Vajnë. Unë ato e di kur të bie piruni, në fakt në nara kjo luga teli. piruni Çfarë gjitha. mund të vi këto? Luga piruni, thoshim gjithmonë, do na vi njerës. E shtoj. Opa, këta masë. Salcën, masën, që përzihet As mirë e mirë. mustard, asgjë. Të jetë sa më Thjesht, të lëmë atë shien unike të perimeve. Të qenë ngjyrat, kur janë në gatim. Hani ylberin, është thirrja jonë. Sepse trupi ka nevojë për ngjyra, ka nevojë për vitamina, për larmishmëri, trupi ka nevojë për gjithçka. Më duket sikur Shukra bra me hile majdanozit sot. Ja, majdale këtu. Në tjetësh edhe i shkon dhe kopri dhe majdanozit të dyja. Po, e di se i shkon më tepër. Më tepër i shkon kërceli. Kërceli i shkon më tepër. Ja, i dhe këtu. Që të kemi atë shien më të fuqishme. Opa, kërcejt që të gjithë. Dhe përzim e vendosim në tas, ndërkohë në furën tonë, për angisat cilat të bashkon tani ekranit tonë, kemi vendosur kërpudha, kebab me kërpudha, një recet e shpejtë dhe thjesht, ka ende kohë për të pjekur, megjithatë derisa të ndërtojmë sallatën, do ta thellim në atë formë që është, në atë mundësi që kemi në furr, dhe kulaçi, i cili është duke u pjekur dhe i duhet një 40 minutësh për të marrë ngjyrën e kuqëremt edhe shijen, edhe që të kullojë mirë, të cilin mund ta shoqërojmë shumë mirë me këtë sallatën, që kjo është dhe bukë dhe gjellë, po për ato që çdo gjë e konsumoj me një çap bukë apo pak kulaç. Kulaçi gjithashtu shkon shumë me tushin, shkon shumë edhe me vezën e zier, me pak djath, edhe me tavën me kërpudha dhe qoftet. Këtë
këtë mund ta konsumojmë dhe në një vakt më vete. S'kemi nevojë për i ka të gjitha vezën, pataten, tushit, perimet. Pra, mos pretendoni se është salat individuale, është gatim plotësues i një vakti shumë të mirë dhe të shëndetshëm. Tani Albana, unë po sjell tavën, se kulaçin e kam me merak dhe do ta lë këtu të piqet, ndërsa tava sigurisht ka nevojë për më tepër për të qëndruar, por ne si në fund të minutazhit që jemi, duhet ta tregojmë deri diku e të jemi transparent me zonjat tona. Kjo është receta e kërpudhave të mbushura me qofte, gozhdët e karafilit e domatja dhe shkopi kanellës i kanë dhënë një aromë fantastike salcës. Siç tham në fillim kur e vendosëm tavën në furr, salca ishte diku shumë poshtë kërpudhave dhe qofteve, por ato duke u pjekur, duke u zvogëluar edhe për masat e tyre, çka do të thotë se do të mbulohen me salcë. Do të qëndrojnë të budha e të shishme. Ja edhe një panoramim i sallatës. Edhe të lumshin duart. Faleminderit. Edhe kulaçin do ta gjejnë patjetër në rrjetet sociale, në fotot për çdo recetë, duken shumë mirë, shumë të bukura. Edhe një ta lezet kur i shijon syri dhe pastaj edhe shqisat e tjera tona, nuhatja, shija e merat. Të lumshin duart, shihemi pas pak, pas fleshit informativ do të jemi me Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Ju pres. Mirë se erdhët Bima dhe Shëndeti, sot do të flasim për një prej mrekullive që na ka dhuruar natyra. Shpesh herë neglizhojmë, e përdorim në gatime të ndryshme, bëhet fjalë për hithrën që është edhe në leduallin ton. Bashkë me doktor Ylli Merian do të zbërthejmë këtë bimë të fuqishme dhe për të kuptuar fuqinë shëruese të saj. Mirë se erdhët, doktor. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Bima dhe Shëndeti risjell këtë bimë të çmuar dhe si ka mundësi që kjo bimë që të djeg dhe të shpon të fshej kaq sekrete të mëdha për shëndetin ton. Le t'ju shpjegojmë teleshikuesve shumë sekrete që fshihen në gjethen e kësaj perandoreshe të bimëve mjekësore. Nuk e egzageruat kur thoni perandoresh të bimëve? Absolutisht jo. Nëse do ta quaja mbretëresh, do të bëj fjalë për një bimë që rritej në oborin e ndonjë mbretërie që ekziston edhe sot. Por hithra, duhet ta dim të gjithë, rritet dhe mbarshtrohet pothuajse në të gjithë rruzullin toksor. Pra ku ka tokë, ka hithra. Po kështu edhe në vendin tonë. Së dyti, bima e hithrës është me të vërtet shumë e dobishme dhe e rëndësishme për jetën e njeriut, pasi mban të fshehura në ato gjethet e saj shumë antioksidant, shumë vitamina, shumë mikroelement. Së treti, është një ushqim shumë i shëndetshëm për kafshët. Së katërti, është një ushqim shumë i shëndetshëm për bimët e tjera. Edhe për bimët e tjera. Pra, mund ta marrim për shembull gjethen e hithrës ose bimën, ta bëjmë si çaj për t'ia marrë këto mikroelement, flavonoide, polifenole dhe mes përkatje t'ua hedhim gjetheve të bimëve të tjera. Dhe kjo i jep atyre, ju transmeton këto mikroelementet e vetë të cilat bimët e tjera nëpërmjet gojzave që i mbajnë të hapura, i përthithin dhe i futin në brendësi të gjetheve të tyre, aty ku është guzhina e përpunimit të lëndëve organike dhe inorganike. Dhe së fundi, mund të themi që bima e hithrës, fal atyre dy përbërësve kimik që na djegin, dhe që shkaktojnë një irritim në lëkurën e njeriut, si që ka ndodhur tek duart kur kemi është e dobishme për të luftuar insektet që ndodhen në bimët trëndafilore. Për shembull, le të themi një fakt, nëse një familje ka një lule e cila mbledh morra insekte në brendësi të gjetheve të tyre, dhe ato e shpojnë gjethen dhe ushqehen me këtë lëndë organike që ato kanë, atëherë ne mund të veprojmë kështu. E marrim këtë hitër, e ziejmë, e lëm të ftohet dhe me çajin e hithrës spërkatim këtë bimën e mbushur me këto insektet. Do të vëmë re që brenda 3-4 orësh gjithë bima është çliruar nga këta pushtues. Pra,
shumë sipërfaqësore, shiko sa përdorime ka. Dhe ne tash le të futemi për shembull në grupin e përdorimeve për njerëzit. Kujtojmë emrin e saj shkencor, urtica dioica. Që do të thotë, pra jo më kot i zhvon ky emër. Të djeg, të irriton, dhe dioica, pra urtica nga latinishtja, bim djegse, irrituse, të përvëlon. Dioica do të thotë di nga greqishtja, dy, oika përsëri nga greqishtja shtëpi. Duket si kur në kuptimin e parë do të themi një bim që ka dy shtëpi. Po jo. Kjo bim është bim monokotiledone, i themi neve, që do të thotë lulesat femërore rriten në një bim dhe lulesat mashkullore rriten në një bim tjetër. Pra, dy gjinishe mund të përthet kjo dioika më e përshtatur. Kjo është edhe e dallueshme tek bima me sy, kur ne shohim gjinin femërore dhe mashkullore? Patjetër, pra, gjinia femërore është e shkurtër, e ka kërcellin të trash, është solide dhe është vitale. Për shembull. Tashmë duart na mësuan edhe mund t'i prekim. Po, atëherë, shikojmë këtë hithër. Shikojmë edhe një hithër tjetër, që e kemi marrë pothuajse edhe me rrënja, dhe le të bëjmë krahasimin. Gjatësia e të dy lastarëve është e njëjtë. Trashësia e kërcellit është e ndryshueshme. Pra, kjo është me trash, kjo është shumë me hollë. Madhësia e gjetheve, këto janë rritur në të njëjtin vend. Madhësia e gjetheve, këto shkojnë 7-10-15 cm të gjata, me bishtin të shkurtër, dhe të gjëra mund të shkojnë 5 deri në 7 cm. Te kjo tjetra, gjethet janë të holla, kërcelli është skeletik, sistemi rrënjor është pothuajse i njëjtë tek të dyja, është gjufkor dhe mund të shkojë deri në 1 metër kjo rrënja. Atëre, kjo është bima mashkullore, e cila vetëm prodhon polenin dhe plenon bimën femërore. Pra ajo që është me hollë, me imët është bima mashkullore? Kjo që do të gjendet në natyrë, pra që është e hollë, që është skeletike, ja. Do ishte e kundërta ta mendonim, do thoshim që kjo është femërore, se është më e hollë dhe më e imët. Po, kjo femërorja mbushet më mbrapa me fara. Pra, pasi plenohen, këto lulesat, mbushet me fara, dhe nëse ato fara do të vendoseshin, le të themi, tek ky kërcell, atëherë kjo bim do të përthyej shumë lehtë. Ndërsa, kur neve shkojmë në natyrë dhe e gjejmë, kjo është plot me fara dhe përsëri qëndron kështu krenare në raport edhe me bimt e tjera. Pra, nuk e përthyen kokën si ai kalliri bosh, që thot populli, shiko, kalliri bosh, plot e mban kokën poshtë. Nësa e kalliri bosh rri kështu. Pra, kjo rri tamam kështu plot dhe drejt. Ku do të drejtojmë ne, tek gjinja femërore i thes, apo tek gjinja mashkullore për të marrë vlerat shumëta? Nëse do t'i mbledhim gjethet, ato do t'i marrim që të dyja së bashku. Ka ndonjë ndryshim në vlera? Ka ndryshimin shumë pak, mund të themi këto mashkulloret nxisin si të themi më tepër atë estrogenin në organizëm, por le të themi pse na djeg hithra. Në brendësi të saj ndodhen dy substanca kimike. Njëra është acetilkolina dhe tjetra është histamina. Çfarë janë këto në të vërtetë? Njëra është si thua si kabël elektrik, ndërsa histamina është si zile elektrike që të njofton, diçka po ndodh me trupin tënd. Atëre, njëra e ka formulën për shembull kjo acetilkolina C7H16NO2, pra një zinxhir me 7 molekula karboni, ndërsa histamina C5H7N3. Atëre, pse e përmendim këtë gjë? Shiko, kjo histamina ndodhet në trupin e njeriut dhe prodhohet me shumicë në ato raste. Pra thamë është një zile elektrike. Sa herë që ne kemi alergji, ndonjë infeksion, ndonjë inflamacion, dhimbje, kocka, shkyçesh, trupi çon sinjale nga vendi ku dhëmb deri në sistemin ton nervor. Në rastin e një alergjie, ne duhet të bëjmë të kundërtën. Ato sinjale që na vinë nga irritimi, ti blokojmë ose ti frenojmë këtu në vend dhe të prodhoj trupi më pak histamin. Kjo histamina, si të thuash, çlirohet për ta shuar atë reakcion kimik që ka ndodhur në një vatër të caktuar të trupit.
Po trupi e prodhon këtë sepse ka marrë sinjale që këtu ka diçka. Atëre, nëse njerëzit që kanë alergji, nuk diskutohet që ata do fillojnë alergji, blokim frymarrjesh, blokim hundësh, vështirësi në frymarrje, kruarje, irritim të lëkurës e kështu me radhë. Çfarë mund të bëjnë ata praktikisht? Le të kujtojmë dy gjëra. Tek mëllaga e zezë Malva silvestris, neve marrim plot mucilagje, të cilat kanë veti zbutëse dhe rigjeneruese të organizmit, në veçanti të mushkrive. Atëre, ne mund të marrim për shembull, dhe këto i provojmë si çaj më vonë, pra hedhim në rastin ton konkret për një gotë ujë, 3 deri në 4 gjethe të mëllagës së zezë Malva silvestris. Pra për personat të cilët vuajnë nga alergjia, po përgatit doktor Ylli një çaj që mund t'i ndihmoj për t'i që do të jetë me vërtet shumë i dobishëm për organizmin. Gjethet e hithrës. Pra mund të hedhim 3 deri në 4 gjethe në një gotë ujë. Tash ajo histamina do ndikoj pak tek mua. Po punë e madhe, ajo është për mirë sepse na ndihmon, do të flasim më vonë edhe për personat cilët vuajnë nga reumatizmin, po, atëre. Ja le të themi është një çaj me hitër dhe me mëllagën e zezë. Sikur të ndodhte edhe në jetë kështu doktor që diçka që të dhëmb, të djeg, të shëroj. Po sigurisht, atëre, ky le të jetë situash çaj i parë. Gjethet e hithrës. Përveç mucilagjeve që i ka mëllaga e zezë këtu, hithra përmban në brendësi të saj shumë acide organike dhe unë nuk e përmenda kot, po, nuk e përmenda kot atë faktin që nëse duam me vërtet të largojmë insektet nga një bim, nga një lule zbukurimi, acidet që ndodhen në brendësi të kësaj gjete, duke filluar që nga acidet fenolike, që kafeik, fillojnë oksalik, fillojnë malik, e kështu me radhë, fillojnë ta irritojnë atë insektin dhe ai largohet pa diskutim, ai nuk gjën më asnjë fije qetësie këtu. Veç kësaj, tek gjethja e hithrës gjendet acidi formik, që gjendet me shumicë edhe tek ato mizat e dheut, e milingona. Edhe ajo ka me shumicë acid formik siç ndodhet tek hithra dhe prandaj ka marrë edhe atë emërtimin shkencor, kjo milingona, la formica në latinisht. Pra, këto janë mikroelementët, acidet organike dhe flavonoidet, quercitin, kanferol, rutin, të cilat në brendësi të këtyre gjetheve i japin këtij çaji një veti të fuqishme antioksidative. Pra, zhvillohet reaksioni kimik ajo urtikarja, kruarja, kjo shkon dhe e qetëson atë e fashit. Ne jemi mësuar që themi, kur tani që është dhe sezoni i rënjes së flokëve, jemi mësuar që themi që përdorën çik çaj hithre ose shpëlaj me hitër, përdor edhe hithrën sepse mund të ndihmojë edhe te anemia dhe gjendja shëndetësore. Pra, edhe në kozmetik, edhe në kulinari, edhe si bim medicinale për të shëruar gjendjet shëndetësore. Po le të kujtojmë fjalën e urtë të gjyshes. Tu bëfshin flokët si rënja e hithrës. Shikoje. Që t'jenë të forta. Plot e për plot. Shumë, qime thithse dhe të forta, të shëndetshme. Po të mos i kujtojmë kështu kaq rënjat e hithrës, 1 metër, 1.5 metra, të trash sa gishti, që kur ishim ne studente, nxënëse kështu, atëherë në monizëm, ne i shkullim kështu, sidomos në ato tokat skeletike, dhe kush ta gjente atë litarin më të gjatë. Sepse ishin rënjë të tilla të gjata. Rënjë të gjata, si drejt kënqe ose si katrore, sa me vjetër të qebima, aq me gjatë ishte kjo. Por të gjitha rënjët, të gjithë kërcejnë që prekin në tokë, kanë veti që të rënjëzohen, dhe këto rënjët shiko si bëhen gjufka të fuqishme. Atere, le të marrim atë thënien që njeriu duhet ta studiojë natyrën, të hyjë në brendësi të saj dhe të marrë mesazhin nga bima që e ngjashmja kuron të ngjashmen. Atere, këto rënjat e flok e hithrës nuk janë asgjë, ato janë plot me proteina që i japin energji trupit dhe fijes së flokut, asaj fibrës, janë me karbohidrate dhe kanë acide yndyrore. Pra,
këto acidet yndyrore dhe ato acidet që unë përmenda më parë dhe aminoacidet, të cilat janë këto, le të themi, histidina, lizina, fenilalanina, na bëjnë këtë gjë në organizëm. Shkojnë në skalpin e kokës, ne do a tregojmë edhe si çaj, dhe si thuash si një shpatull murator, kështu suvagjiu, ato largojnë yndyrën, largojnë, ne kemi vënë re që në rrënjat e flokëve ka plot bakterie, me shumicë. Ato i mbështillen fijes flokut dhe azgjesojnë atë, e gryjnë, e konsumojnë. Atëhere, këto bimët kanë vetin ta pastrojnë, ti largojnë këto dhe skalpi i kokës çlirohet nga kjo mori bakteriesh që kanë sulmuar. Doktor, do të thotë që ne deri tani kemi përdoru gabim hithrën për flokun, se kemi zgjedhur vetëm gjethet për t'i zier dhe për të shpëlar. Po që ka rënja ajo që ka vetin më të fuqishme për flokun. Marrim gjethet e saj, marrim edhe rënjët dhe praktikisht i ziejmë kështu. Po vetëm ne duam që të shtojmë fuqinë vepruese të bimës. Pra, po tregojmë një shembull tani se si ta përdorni hithrën, rënjën e hithrës, kombinuar dhe me bimë të tjera për rënjën e flokëve, jo vetëm për mos u rrëzuar flokët, po për t'i fuqizuar rënjët e tyre, për t'i pastruar ato baktere që ndodhen tek rënjët, tha doktori, për t'u ushqyer me proteina dhe për të patur flokë të shëndetshëm. Pra, shtojmë rënjën e hithrës, gjethen e hithrës. Pra, rënjë hithre, gjethe hithre, rozmarin. Kemi folur dhe dim që edhe rozmarina është fuqizuese për flokët. Fuqizuese, dhe tash duam të shtojmë diçka tjetër. Për shembull, ose ne do të përdorim sherebelën, po në varësi gjithmonë nga problematikat që kemi. Ose do të përdorim sherebelën, ose do të përdorim trumzën dhe rigonin. Për shembull sherebelën bashkë me këto të dyja kur e përdorim? Po patjetër, e përdorim sidomos kur shikojmë që në rrënjat e qimes dhe në skalpin e kokës kemi pika të skuqura. Qartë. Atëhere, nëse kemi krus pa kështu si krunde e gruri, si zbokë shumë e radhë, tek këto do të shtojmë rigonin ose trumzën. Nëse duam që të japim pak veti çlodhëse, sepse ka plot njerëz të cilët janë irrituar, lodhures të lodhur nga këto kruarjet e shpeshta të skalpit të kokës. Do t'i shtojmë ose pak në energjik, ose le të marrim pak melisa officinalis, nga bari i bletës. Pra, hedhim edhe këtu 2 gjethe afërsisht, kjo do t'i japi ata aromën e limonit dhe marrim mandej e përvlojmë këtë çaj. Ne tregojmë për afërsisht bimët që mund të shtohen këtu. Të gjitha bimët që mund të përgatiten në kushtet e shtëpisë. Pa diskutim që do të duan që të mbulohen, t'i vihet ai kapaku, në mënyrë që avujt me këtyre vajrave esenciale të kondensohen dhe përsëri të na bien brenda këtu. Atëherë e marrim këtë çajin, mbasi e kemi zier mirë. Sa minuta du ta lëmë të zjej? Mirë është që të zjej 4 deri në 5 minuta, sepse kemi ato rrënjat aty në brendësi. Gjithmonë bimët i hedhim në ujë të nxehtë. I hedhim në ujë të nxehtë dhe të marrim. Ne lëmë 4 minuta të zjej. Po, të zjej. E kullojmë këtë çajin dhe do ta lëmë të jetë si çaj i vakët për një shplarje të skalpit të kokës. Pra, bëm dushin, e lam trupin, i tham flokët, atëherë marrim një gotë nga ky çaj dhe lagim skalpin e flokut dhe gjithë fijen e flokut në gjatësinë e tij. Më pas nuk do ta shpëlajmë, por do ta lëmë të thahet natyralisht. Mbetet kështu dhe do të vëmë re që floku do të fillojë të marrë një pamje tjetër të mrekullueshme brenda 7 deri në 10 ditësh. Skalpi i kokës fillon një farë rigjenerimi brenda po kaq ditësh. Dhe floku, nëse binte më përpara me shumicë, tash nuk e ka më të shans që të bjerë. Që pa dyshim duhet gjetur shkaku, nga vjen kjo rënje e flokëve, se mund t'je shkak që të brendshme. Me një dermatoskop është shumë mirë që të kontrollohen ato. Mundet që të përgatisim me këto bimë, por në formën e një ekstrakti alkolik, afërsisht 65-70%, ekstraktimin e këtyre bimëve për të formuar, si thuash, një sprajt për flokët, që të jetë edhe antiseptik, por edhe ushqyes për rrënjat e flokut, pra për të me ushqyer ato folikulat. Dhe çfarë mund të fusim në këtë ekstraktin? Për shembull, nuk përjashtohet gjethja e hithrës dhe rrënja. Coptohen, grihen për ta bërë atë sipërfaqen e kontaktit me këtë
etanolin, sa më të madhe. Grim gjethet e rozmarinës, mundet që të shtojmë në të pak hudhër, mundet dhe i bën jashtë zakonisht mirë, dhe mandej shtojmë sherebelën, rigonin, trumzën, e kështu me radhë, dhe i lëmë që të macerohen në këtë tretësirë, ujë dhe alkool ushqimor atë etanolin, afërsisht 10 ditë. Dhe një qarkullim, riciklim të saj. Duke e trazuar ose përmbysur kavanozin. Dhe mandej, kjo pothuaj se është e gatshme që mund të përdoret. Në kushte shtëpie mund të përdorim rakinë e rrushit. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Pra, ky ekstrakt që neve përgatitëm në kushtet e shtëpisë është me të vërtet një ushqyes shumë i shëndetshëm për rrënjën e flokut, por është njëkohësisht edhe antiseptik. Vret mikrobe, bakteri që mund të ndodhin këtu. Ky ekstrakt është këtu me ne apo ka përbërës është në tjetër ekstraktim? Shiko, kuptohet serumi, është në formë serumi. Këto bim janë aty brenda, është përqendruar më shumë, është bërë më i fortë dhe si thuash, kur e jep atë vajzën që e çon nuse, do e zbukurosh, dhe pak buskuqe e kështu me radhë. Pra, kjo i gëzon këto veti. Pra, ka këto, plus diçka shtesë tjetër që përdoret kështu pa e tharë në gjendje edhe të ketë fuqi më vepruese. Mund ta përdori? Sepse po. Dhe ka aromë të lehtë, nuk ka aromën e rëndë, absolutisht nuk ka nevojë që të është e pëlqyeshme. Pasi spërkatet duhet të bëhet një masazh, kam përshtypjen që të përhapet për gjitha folikulat. 2 deri në 3 minuta që të nxitim edhe qarkullimin e gjakut. Pra kjo të më nxiti qarkullimin e gjakut edhe të pastroj skalpin. Vepron me të vërtet mrekullisht mirë, si thuash, e plotson atë kriterin për të qenë një serum për flokun. Qartë, për ta ushqyer, për të mos u patjetër, jo vetëm ushqyes, pastrues, si thuash, të pastroj deri në qelizën e shëndetshme. Ti heq këto dhe floku bëhet shumë i shëndetshëm. Sepse ato mund të jenë shkas për të rrëzuar flokun, për ta dobësuar rrënjën. Pak e nga pak, edhe për luftimin e thinjave. Pra ky serumi, po, pra rozmarina, kjo mendra e butë që mund t'i futet, na ndihmojnë për të eliminuar edhe thinjat. Sepse po plak fije e flokut do të zbardhe. Pra, thinjat që kanë dalë do t'i erësoj, apo parandalon daljen e thinjave, flokëve të rërinj me... Në të dy drejtimet, e ushqen, e shëndosh, thinjet më nga dalë. Ato që janë të thinjura, fillon t'ju japi një nxirje të lehtë. E kuptova. Pa ndryshuar, le themi, atë kimikatin ose bojën, por kjo nxin atë rrënjën e flokut dhe fija pastaj gradualisht merr një shëndet dhe merr një jetë. Po, me qënë se jemi fokusuar të flokët, kemi diçka tjetër ku e përdorim hithrën, për shembull tek shampoa ose rozmarinën? Po, le t'ju tregoj me të vërtet edhe këtu një sekret të ri për përdorimin e hithrës në shëndetin e flokëve. Mund të shkojmë në market të marrim një shampo të çfarëdoshme, e cila nuk diskutohet që ka kimikate. Por duam ta bëjmë, ta afrojmë me natyrën. Atëherë çfarë bëjmë? Marrim hithra, marrim rozmarin, marrim një dorë sherebel. Hithra, rozmarin, sherebel. Dhe një lugë gjelle nenexhik. Këto i zijejmë afërsisht në 300 deri në 500 ml ujë. Por do t'i zijejmë fort mirë, që të më zbërthehen jo vetëm gjethet e hithrës, por edhe këto rrënjat, dhe ta përqendroj, ta koncentroj, pra të dalin afërsisht 200-250 ml çaj i koncentruar. E marr këtë çajin dhe e përzijej me shampon. E trazoj mirë, e homogenizoj dhe kjo shampo tash i bart nga këto bim ushqyese, të gjitha ato antioksidantet, ato flavonoide që neve... Nuk humbasin, ato që ndrojnë aty. Dhe sa herë që lajmë kokën, edhe acidet organike, veprojnë si antioksidant, po dhe si gryes të skalpit të kokës dhe si pastrues. Dhe ne me të vërtet e bëjmë atë shampon, le të themi edhe një herë më të mirë dhe më të shëndetshme për organizmin, për trupin tonë. Aq më mirë ku kemi të bëjmë me një shampo natyrale, që s'ka kimikate. Të tjera pastaj përfitime. Por le të themi kështu, shikojmë këto tash. Kjo shampo që është aty, është përshtatur le të themi që të jetojë 2 vjet. Kësaj shampos që ne do i futim këtë çajin, ja ulim atë, sepse ky ujë që u bë tashtin, ja, me këto bimë të ekstraktuara, që lëshuan në ngjyrë? Po, patjetër,
nuk është më thjesht ujë, po është një teren i mbushur me mikroelement dhe me ushqyes. Atëhere, shiko, këtu kemi edhe ata acidet stearike, edhe këtë beta-citosterolin, të cilat dhe acidin stearik, që frenojnë plakjen e organizmit kur ne i pim këto, frenojnë plakjen e fijeve të flokut kur neve i marrim dhe i vendosim në kokë. Por, ky ujë tashtin nuk mbahet i izoluar, ne ja e lëm këshupshëm çajin dhe vinë bakterjet, është një teren shumë i përshtatshëm ushqyes për këto lloj bakteriesh. Kështu që ne megjithëse do ta hedhim këtë çajin e përqendruar, thash, të koncentruar në një enë, në atë shampon dhe do e përzijej mirë, kësa i ulet ajo fuqia ruhet, se kështu që nuk do e lëmë shampon 2 vjet, po do e përdorim për 3-4 muaj, për të larë kokën 2 deri në 3 herë në javë. Qartë, por nuk ka shampo që një shampo të zgjasi, kështu që ne përsëri do ta kemi brenda afatit. Po marr 2-3 shampo dhe i po i mbush me këto përzierje, e qartë, me këto çajrat. Ajo do të bëhet e çastit, si quhet kjo extempora, shpejt, dhe ta përdorit po shpejt. Mirë, doktor, do të bëjmë një shkëputje reklamash dhe do të rikthehemi për të folur për të tjera veti të hithrës dhe si ta përdorni atë për gjendje të caktuara shëndetësore. Rikthehemi pas publicitetit, përmbledhim dhe njerë vetit shëndetësore që marrim nga konsumimi i hithrës në formën e saj më të zakonshme, si çaj, po në kuliranri, po gjithsesi, kur ne konsumojmë në mënyrë të vazhdueshme, çfarë përfitojmë? Po patjetër. Atëherë, bima e hithrës ka veti kardioprotektive të fuqishme, që do thotë pastron gjakun, e hollon atë, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ju jep një zgjerim të lehtë arterieve dhe venave. Si mund ta përfitojmë neve këtë të mirë të kësaj bime, ndoshta të kompozuar edhe me disa bimë të tjera. Për shembull, marrim afërsisht disa gjethe hithre, 3-4 deri në 5, për një gotë çaj, për shembull. Dhe në të do të shtojmë 5-6 gjethe ulliri, që të dyja këto, të gjithë ata që jetojnë në shtëpi private e kështu, jam i bindur që i kanë këto, dhe gjethja e ullirit gjendet kudo. Shtojmë në të një bimë shumë populore dhe kjo shumë e përhapur, është taraksakumi, tamëlgjaku. Dhe e shtojmë këtu 1 ose 2 gjethe, ky është çaj që neve e përdorim mrekullisht mirë për pastrimin e gjakut dhe për hollimin e tij. Pra flasim nga bimët mjekësore. Kjo është ajo që themi sinergjia e bimëve, që kur ato bashkohen, përthithja e vlerave është më e madhe maksimalisht, ndikojnë te njëra tjetra dhe japin rezultate më të mira. Në drejtim të anemisë, mund të themi një kombinim, një gërshetim midis produkteve ushqimore që konsumojmë dhe bimëve mjekësore. Për shembull, ne në kulinari mundet që të marrim gjethe hithre, afërsisht 30-40% nga kjo, bim, të marrim gjethen e lëpjetës, që është kjo, njerëzit e njohin pa diskutim. Për të bërë atë byrekun, po themi tani, një byrek që edhe të ushqehemi, por edhe çfarë marrim neve nga këto. Edhe të shërohemi. Gjethe radhiqe, 10-15%, marrim nga bima e qumshtorit, që neve kemi sjell këtu, pra qumshtori, ja, le ta shikojmë kështu. Marrim edhe nga kjo gjethe i grim holl kështu, i përzihem me çfarë të duam, në daç me oriz shkon shumë mirë, në daç edhe me diçka tjetër, ndoshta shtojmë edhe pak spinaq. Dhe çfarë marrim neve, çfarë përfitojmë nga kjo? Marrim afërsisht 300-400 mg kalcium për 100 gram mas të thatë. Marrim afërsisht 300-400 mg kalium, që na ndihmon edhe për punën e zemrës, se tham është mik aleat i zemrës, por na ndihmon edhe tek tretja dhe jashtëqitja. Një nga rastet ku themi që byreku është shumë i shëndetshëm. Një byrek i shëndetshëm dhe ndihmon shumë mirë me ka veti laksative. Po plus këto mikroelement që unë përmenda, shtojmë këtu hekurin, që ndodhet nga 40, 50 deri në 70 mg për 100 gram gjethe të thara. Pra hekuri që i duhet
për ndërtimin e hemoglobinës dhe për transportimin e oksigjenit. Shikoni çfarë sasi ndodhet tek gjethja e hithrës. Pastaj kemi po kaq afërsisht edhe magnezin, në sasira më të vogla zingun e kështu me radhë. Marrim nga ato jo vetëm acidin stearik dhe ato beta-sterolet, por në gjethen e hithrës ndodhet edhe kjo vitamina E, e cila është me të vërtet një antioksidant shumë i fuqishëm për organizmin. Tek prostata? Tek prostata. Si e përdorim hithrën? Kjo hithra mund të përdoret me shumë efektivitet dhe efikasitet për të frenuar zhvillimin e gjendrës së prostatës. Pra, në veçanti për adenomën e prostatës. Po si për shembull, ne kemi gjetur një bimë, Epilobium parviflorium, e cila, kur unë shkova ndë nga vendlindja ime, gjeta tek një burim, pra në një vend që ne i qonim Guva e Nivicës, atje unë gjej në atë burimin këtë bimën. Si quhet edhe një bima? Bima Epilobium parviflorium, e cila mund të shkoj deri në 1 metër, 1 metër e gjysmë lartësi. Bëhet aty ku ka ujë të burimeve të pastra natyrore dhe malore. Në miniatur bima është kjo. Ka një aromë të veçantë dhe kjo afërsisht përdoret merren ato lulesat e saj, përdoret bashkë me rrënjën e hithrës dhe gjethet e hithrës. Shtojmë në të edhe është përzierja që po përgatisim për zmadhimin? Rrënjë hithre, e prostatës. afërsisht një lugë çaj. Gjethe hithre, afërsisht përsëri një lugë çaj, sepse hithra ka veti që të shtoj diurezën dhe të më largoj acidin urik, të ndihmoj në shkrirjen e gurve në veshka, pra ne sepse ka shumë acide organike. Por këtu në studio ne tregojmë afërsisht këto bimë, gjethe hithre, rrënjë hithre dhe Epilobium parviflorium, e cila ndihmon në zvogëlimin e edemës së prostatës. Shoqërohet më mbrapa kjo, po sigurisht që do të zjej, konsumohen rregullisht 3 gota në ditë. Për sa i përket kombinacionit me farat e kungullit, farën e gjëmbit të gomarit, edhe ndonjë bimë tjetër, në varësi nga shkaktarët e smundjes, njerëzit tek ne nga prostata janë tepër të kënaqur. Pra vinë me atë modestinë e tyre dhe thonë faleminderit, më ndihmove shumë mirë. Dhe kjo nuk është merita jonë, është e këtyre, është e natyrës. Ne thjesht bëjmë rregullimin e atyre strukturave dhe të formulave. Këtë përdorëm të parëm, apo është gota tjetër, që të tregojmë pak edhe ngjyrën që lëshojnë? Kjo është e dyta, se s'ka lëshuar shumë ngjyrë. Ndërsa kjo është e para, për të kuptuar pak që nuk ka zier, por është në proces lëshimi, se duhet të përvlohet. Kjo duhet të qëndroj 15-20 minuta. Minuta që të lëshoj atë ngjyrën jeshile. Të lëshoj ka atë klorofilin, që ne nuk e përmendëm, në hitër, gjende 0,2-0,3% klorofil dhe acid klorogjenik, që ndihmon shumë mirë në uljen e kolesterolit të keq dhe të atij dhjamit në lëkurë. Pra acidi klorogjenik dhe acidi kafeik që ndodhet këtu. Ne këto përbërësit e hithrës vetit kimike i treguam kështu, përbërësit kimik dhe ato i ndam, si thuash në varësi nga smundja, ku ajo godet më shumë. Pra, po të dëgjohet emisioni mirë nga fillimin fund, gjenden të gjitha... Për reumatizmën, doktor, se dikur i preknin me hitër pjesët ku kishin dhimbje, gjyshet, për t'ju alehtësuar ato. Po, çfarë është reumatizmi në thelb, në miniaturë është kjo gjë? Pengohet qarkullimi i gjakut nga depozitimi qoftë i acidit urik, qoftë i pllakëzave të kolesterolit yndyrore, dhe çfarë bën hithra, jo vetëm kjo acetilkolina dhe histamina, por edhe ato acidet organike që unë i përmenda, ngjiten në sipërfaqen e jashtme të lëkurës, depërtojnë në brendësi dhe irritojnë qarkullimin e gjakut. Aty po qarkulloj gjaku, eliminohet sëmundja. Pra, durohet ajo. Vetëm skepticizmi vetëm është tek pastërtia, ku t'i gjejmë, ku t'i marrim, sepse qa shef duhet të ruhen dhe të rriten në vende të pastra. Nuk duhet ta mbledhim hithrën anash kanaleve të zeza, ku ka pulari e kështu me radhë dhe afër asfalteve. Qartë. Doktor, kemi një telefonat që kam bërritur në studio, jemi në minutat e fundit. Përshëndetje, më dëgjoni. Përshëndetje, ju dëgjojmë, kush jeni nga telefononi?
Unë jam Anisa Roshi, ju telefonoj nga Armenia. Po, të falenderojmë. Ishi duke në ndjekur dhe ne ju dëgjojmë, po mund të flisni. Unë kam rënë në kontakt me doktor Yllin fal videove të juaja në YouTube, po më ndihmonin me vajzën time e cila ka një diagnozë pak shumë të vështirë dhe bimët të cilat më janë rekomanduar nga doktorë më kanë bërë si të thuash një mrekulli me vajzën time, të cilat janë vaj harmonia, çaj harmonia, ekstrakti balsamik, domethënë receta e cila doktori më ka dhënë prapë me vajin e farës së zezë. Domethënë çdo gjë bimore tek vajza ime funksionoi, të cilat i ikën sulmet epileptike, u zhdukën edhe spasticiteti tek vajza ime, domethënë çdo gjë që unë kam marrë te doktori ka funksionuar vetëm për mirë tek vajza ime. Mirë, të falenderojmë. Si një prej rasteve që është i suksesshëm edhe për te kufive, jo vetëm këtu në Shqipëri ku është më thjesht për t'i marrë dhe përdorur. Po një ditë kamera e Report TV-s duhet të shkoj atje mes qytetarëve shqiptar, po pse jo edhe gjerman. Dhe le të themi edhe pak për Hithrën në rastet e një hemoragjie nga hundët. Mund ta marrim ta shtypim. Për para se ta vazhdojmë, ta falenderojmë pak zonjën, sepse është nga larg edhe është në linjë. Të falenderojmë shumë që more për të falenderuar doktorin dhe aq më tepër që e ke njohur nga Reze Dielli. Do të them një mesazh të vogël. Po, patjetër. Njerëzve që na ndjekin që t'i kthehen bimës, sepse dhe shumë kohët e fundit njerëzit janë fokusuar vetëm tek medikamentet, por të kthehemi aty ku ishim përpara, tek bimorja e cila ai është shkaku edhe pse sot janë medikamentet. E kuptova. Faleminderit për mesazhin. Të urojmë ditë të mbar, edhe shëndet vajzës. Faleminderit shumë që telefonuat. Ju faleminderit. Edhe ne jemi drejt fundit, doktor, po flisnim për hemoragjinë nga hundët, si mund të ndihmojë Hithra? E shtypim me shtrydhim, e marrim me nap të pastër dhe vendosim te kjo. Ose e zjej fort Hithrën me pak bishtamith, nga 2 lule bishtamithi, ajo ombrellorja e saj, 2-3 gjethe Hithret t'i zjejmë, sepse që të dyja këto kanë vitamin K dhe mbyllin plag, ndalojnë hemoragji. Ka njerëz që e kanë të shpeshtë hemoragjinë nga hundët, ka ndonjë problem që fshihet pas kësaj? Do t'ju bënte shumë mirë, po mund të ketë, po shkaktarët janë shumë, po të themi të përdorim këtë çajin e Hithrës për ta pirë 2 gota në ditë bashkë me bishtamithin dhe pak nga ky çaj ta vendosim këtu ku është ajo valvula që ruan atë presionin e gjakut dhe është kjo valvula e sigurisë, po të ketë pak nga ky çaj, e ndalon atë hemoragjinë e shpeshtë. Ne kemi rritur në fund, doktor, ju falenderojmë që jeni prezent çdo të hënë në studion e Reze Dielli. Le të kujtojmë thënien e një anglezi i cili erdhi në Shqipëri dhe tha, Shqipëria tha është Shqipëri, nuk është Angli. Dhe dorën e drejtoi nga natyra, nga këto mrekulli të natyrës. Dhe jo vetëm ai, të gjithë duhet ta drejtojmë sy dorën si t'i vëmë në funksion të shëndetit të njeriut. Emi me fat që kemi një njeri që nuk lë asnjë bim pa studiuar dhe për të na sjell fuqinë shëruese të saj. Kështu që doktor, të falenderojmë, jemi shumë mirënjohës gjithashtu. Faleminderit për vëmendjen tuaj, kalofshin ditë të bukur, shihemi nesër me Reze Dielli, do të shihemi tonë në ardhshëm, doktor Yllin. Kënaqësi doktor, javë të mbar.